Monika Kryemadhi ka folur ditën e sotme për marrëdhënien e saj me Ilir Metën, për të cilën u shpreh se sot gëzon ende respekt për 33 vitet e kaluara bashkë si partner. Ajo u shpreh se vitet e bashkëjetesës me Metën kanë qenë periudha më e bukur e jetës së saj, edhe pse me të ka kaluar shumë sfida dhe betejë. Më thuaj ti një femër që nuk mban mend pothin e parë. Unë nuk mund të mohoj 33 vite jetë me Metën, nuk kanë qenë të tmerrshme, por shumë të bukura. Ka qenë periudha më e bukur e jetës time. Me Metën kanë kaluar shumë sfida, shumë betejë, disa i fituam, disa i humbëm. Unë nuk mund të mohoj çdo gjë. Kjo që jam për shkak të bashkëjetesës time me të. Ai ishte shumë tolerant, më linte të bëja çfarë të doja, nuk kam pasur kur kontroll. Në netën tonë kemi bërë 5 herë pushime familjare. Jam penduar që kam harxuar kohën për të tjerë dhe jo për familjen time. Kam peng në marrëdhënie me fëmijët sepse jam përkushtuar njerëzve të tjerë dhe në fund të ditës kur kthen kohën, thua çfarë kam bërë për fëmijën tim. Ndjej respekt për të. Meta kur nuk ka qenë i vëmendshëm për veshjen time, vetëm një herë kur i kam lyer flokët e kuqe i bëri përshtypje, deklaroi Monika. Ndër të tjera, ajo tha: "Të gjithë ata që kanë ndërtuar këtë lloj skeme, ato i thanë Metës në fillim që në telefonin e Monikës kemi gjetur një të dashur, pra Monika ka të dashur. Unë thoj që të kesh të dashur duhet të kesh kohë një herë. Meta kishte ikur nga shtëpia atëherë, thonin që u kam të dashur. I kishin çuar Metës mesazhet e mia me zemra ime. Unë Metën e kisha të regjistruar në telefon me zemra ime", u shpreh Monika Kryemadhi, duke cekur të pjesën e arrestimit të Ilir Metës.